أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Para se me fillu me dersin e ri, kisha dash me cek këto çështje që na kanë kalu dersin e kalum do mesele. Për ty në është kur e kem cek se për gjërave që e prishin abdesin është me prek organin, qëllimi ka qenë se e prek organin pa pas pengesë mes teje dhe organit. Mirë po nëse ekziston pengesë atëherë nuk e prish abdes. E dyta është që ka të bëj është e lidhur me këtë çështje, me këtë mesele, se nëse dikujt i preket organi, atëherë nuk i prishet atij të prekurit, nuk i prishet abdesi. Pavarësisht a ka epsh apo nuk ka epsh. Treta, kemi cek që gjëra që e prishin abdesin janë 6. Prandaj çdo sen që ndal jashtë këtyre 6 gjërave nuk e prish abdesin. E për tyre është edhe nëse del gjaku, pavarësisht ai shumë ta i pak. Apo vjellja, apo qelbi, apo limfa të tjera. Domthon, jashtë aty në 6 gjërave që i kemi cek nuk prishet abdesi. Edhe katërta është nëse dikush arabisht i thonë ka të selsulul bowl. Nëse vazhdimisht i rrjedh urina, atëherë çysh do të më vepruaj. Ulemaja thonë ai falet çysh ka mundësi. Domthon para se me filluar namazi, vendos diçka në organin e tij që mos mi pik urinën tesha, edhe falet, merr abdes edhe falet çështu. Në çfarë gjendje që është. Pastaj e përsërit abdesin për çdo namaz. A nëse i ka pik diçka në tesha pi urinës e pastron atë vend edhe vazhdon kështu derisa të shërohet ose derisa të ka e gjelën me jetu. Po. Orna? Po. Po, nëse ka falet. Në çfarë gjendje është. Gjithashtu edhe nëse kjo ka të bëjë nëse për shembull gazrat, diku i dalin vazhdimisht. Ka smunjen domthon një lloj smunjeve në bark që i dalin gazrat vazhdimisht, edhe kjo ka të njëjtën dispozit. Pastaj vazhdojmë në kapitullin e 6 të pastrimit, i cili ka të bëjë rreth meshut apo fërkimit mestave. Meset përfshin çdo sen me të cilën mbulohet kamba. Pavarësisht është ajo gjë cila mbulon kambën prej lkurës, apo është prej leshit, apo është prej pamukut, apo është prej harnit apo diçka. Çdo sen që mbulon kambën quhet khuf arabisht ose mes që është i njohur te na. Dhe meselja e parë që ka të bëjë rreth kësaj është hukmi i meshut ose hukmi i fërkimit për mbi meste. Këtë ehlusuneti, ulemaja e ehlusunetit janë të pajtimit se meshu për mbi meste është gjajz, është e lejuar dhe është lehtësim që e ka bëu Allahu për këtë umet. Ose është lehtësim, ose është largim i vështirësive nëse ka dikush vështirësi apo ka dëm në pastrimin e këmbëve. Argument për këto se meshu është i lejuar janë sunetet, hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu edhe ijmaja apo unanimiteti i ehli sunetit. Hadithet që kanë ardhur për meshun janë hadithe mutawatire. Hadith mutawatir vjen hadith i cili ka ardhur aq shumë rrugë, saqë nuk ka asnjë pikë dyshimi që është i vërtetë. Thotë Ibn Ahmed rahimahullah, thotë lejse fi qalbi shay'un min al-mash. Nuk kam në zemrën time asnjë dyshimin më të vogël se kam që meshu për mbi mes është i lejuar. Pastaj vazhdon thotë fihi 40 hadithan an nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka ardhur thotë për këtë çështje, për këtë dispozit 40 hadithe prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu transmeton Hasan al-Basria, thotë se me 70 sahabian anahum yujizun al-mas. Thotë i kum dëgju 70 sahabi, 70 shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët e lejojnë meshun për mbi mes. Për haditheve që kanë ardhur për meshun është hadithi i Xherir ibn Abdullahit radhiyallahu anhu, i cili thotë kuntu me an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar, fatawadda nabi famasaha
ala khufehi. Thot kam qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në një udhtim. A thot masi që ka marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam abdes, para se mi la kom, ju ka dhënë mesteve. Ulemaja thonë pi tyne transmeton Imam Buhariu thot qala Ibrahim ibn Adham, ka thonë Ibrahim ibn Adham është një pi ulemave më të hershëm. Kanë yu'jibuhum hadha al-hadith. Thot ulemaja hershëm e kanë pëlqyer dhe kanë pas çfarë të hadith. Pse? Li'anna Islam Jarir kanë ba'da nuzul Maida, sepse që kjo Jariri ka hin Islam pasi që ka zbrit surja Maide. Domthonë surja Maide është surja në cilën është shek ajeti i abdesit. Edhe në atë ajet është që do të milo kont. Mirë po Islami i këtij Jeririt edhe shoqënia e tij me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam u kanë masi që ka zbrit çka ajet. Kjo tregon se ajetin që është cek për milo kont në abdes është qëllimi kur nuk i mesën to. E ky hadith e veçon çat dispozitë dhe tregon se nëse ki mesën to, atëherë lejohet mi dhon mes. Për këtë arsye, ulemat përpara që kanë qenë ulemat e selefit, gjenerata të para kanë pas shef që të hadith e kanë pëlqy për këtë qëllim, që mos me mendu dikush ose mos me dyshu që hadithet që kanë ardhur për mi dhon mesteve janë të anuluar ose janë të abroguar. Domthonë ligji i tyre është i anuluar. Dhe ky hadith tregon se mestet domthonë e veçon ajetin i cili në të cekët që do të milo komt në abdes. Kurse ijmaja domthonë këtë ehlu suneti kanë ijma, kanë unanimitet që lejohet mi dhon mesteve. Edhe mi dhon mi fërku mestet është prej shenjave të ehlu sunetit. Është prej shenjave që ehlu sunetin e dallon pi bidaxhive. Pi bidaxhive që e ndalojnë mesun janë xavarisht edhe shijat, rafidhat apo shijat që janë të. E që kjo shej ulemaja shpesh në për librat e akidës, domthonë libra që kanë të bëjnë me besimin, e cekun që pi besimit të ehlu sunetit është me dhon mesteve. Pse? Sepse që kjo është prej shenjave që ehlu sunetin apo pasuesin e sunetit e dallon pi bidaxhive. E dallon pi shijave edhe dallon pi xavarizhve. Pastaj çysh është e lejuar me dhon mesteve, domthonë është e lejuar me dhon edhe gjëra të tjera, shkretsa ku më lart që nuk janë pilkure. Pra edhe çorapa që i veshum na është e lejuar me i dhon mes aty. Edhe nëse çorapa është pi pambuka, është pi harnit apo. Mesela e dytë, për arsye se çto çorapa që i veshin tash, shkaku pse është lejuar me i dhon mesteve apo atyre që kanë qenë pilkure në kohët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e njëjti shkak ndodhet edhe njëjti nevojë ndodhet edhe në çorapat që i veshum na tash. Do thotë që më kanë më lehtë për këtë umat. Gjithashtu veshja e çorapave është shpërndar aq shumë sa që veshja e mesteve, domethënë që janë pilkurës, tash është shumë e rrallë. Mirpo domethënë ndër muslimanët u përhap aq shumë veshja e çorapave sa që ja kanë zonë vendin veshjes mesteve, mbathjes mesteve. Për këtë arsye ulemaja lejon edhe bojnë kiase, bojnë analogji edhe mbi çorapa që lejohet me dhënë mes. Mesela e dytë ka të bëj shurutet apo kushtet me të cilat kushtet që duhet mi përmbajnë veten e vet mestet që lejohet mi dhon mes aty në mi fërku. Kushti i parë është që mestet duhet mi mbath duke qenë njëri pastër. Domethënë masi që të përfundon krejt abdesin që atëri mbath mestet. Argument për këtë është hadithi i Mughira ibn Shubës radhiyallahu anhu, ku thot: "Kuntu ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar, fa hawaitu an anzi'a khufayhi fa qala da'huma fa in adkhaltumuhuma wa huma tahiratan fa masaha alayhima." Thot kam qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në udhtim, edhe kur I kum qit me dhon abdes, me marr abdes, kum dosh me ahjek mestet, ai ka thon pejgamberi lej ato, mos I hjek, sepse unë I kum vesh ato duke qenë të pastërta. Duke qenë kom të pastërta, I kum math ato. Pastaj thot edhe I ka dhënë mes. Ulemaja për këtij hadithi nxjerrën një dispozit se nuk lejohet mi math mestet pa përfunduar abdesin. Për shembull, nëse ti të marr abdes, edhe lën komën e djathtë, e math çorapën, pastaj e lën komën e majt, e math çorapën e komës majt, nuk lejohet me dhon abdes këtyne mes këtyne çorapave. Pse? Sepse nuk e ke përfundu pastrimin komplet. Për këtë arsye thonë do të me hjek çorapën
kamës djath edhe me vesh apet. Tani mi udhon mes. A nuk ka nevojë me hjek çorapën e kamës të majt. Pse kur e ke vesh, kur e ke marrë ato, ka përfunduar abdesi edhe pastërtia ka qenë komplete. Kushti i dytë i mesave, pastaj argument tjetër që është edhe më i qartë se kjo argumenti që e cekëm, sepse pejgamberi këtë hadith çka ka thonë? Ka thonë lej mos i hjek ato, mos mi dath, pse se nuk ku i mbath ato duke qenë ato të pastërta. Mirpo në argument tjetër është më i qartë se kjo është hadithi e Abu Bekrës radhiyallahu anhu ku thotë amara kan rakhas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi al-musafir thalathata ayamin wa layalihinna wa fi al-muqim laylatan wahida, thotë ka lecu pejgamberi sa për musafirin 3 ditë e 3 natë, edhe për ato që nuk ka musafir, që është vendas 1 ditë e 1 natë, an yamsaha ala khufayhi idha labisahuma ba'da tuhrihima. Thotë që mi dhon mesave nëse i mbath ato masi që i ka pastru dikon. Pastaj një rivajet tjetër vjen fatatahara famasaha fatatahara falabisa thumma masaha alayhima. Pasi që pastrohet, pastaj thot mi bath ato, ka ardhur që kjo feja në arabisht tregon renditje. Pastaj thot do të mos pori më pastru, pastaj thot mi mbath ato e tani mi udhon mes. Këto janë argumente që tregojnë se duhet meset mbi mbath masi që të përfundoj shkrejt pastrimin. Kushti i dytë i mesave është që me mbulu krejt pjesën e cila është obligim mu lan abdes. Domthon këtë kamën deri sa të mbulon nyjen është obligim meset me mbulu çit pjesë. Edhe nëse janë në nyje, atëherë këtu meset nuk lejohet me udhon mes aty. Edhe nëse janë meset, nëse janë të i dukshme, nëse që të i dukshmëria aty në shumë e madhe, atër nuk lejohet me udhon mes aty. Si për shembull, që janë çorapat e grave, cilat i veshin për i mathin për zbukurim, atër nuk lejohet me udhon mes, sepse të i dukshmëria aty në shumë e madhe. Mirpo nëse është e vogël, lejohet. Nëse është e vogël, lejohet me udhon mes. Gjithashtu nëse meset janë pak të shkyme, nëse që kjo shyrje është e madhe, nuk lejohet me udhon mes. Nëse është e vogël, domthon nuk e zbulon pjesën më të madhe të kamës, atëherë lejohet me udhon mes çty në. Për kushteve tjera është që çto mestet me kon të lejume. Qysh me kon të lejume? Mos me kon pi lkurës apo pi pambukut apo pi leshit që është haram. Për shembull mos me kon pi lkurës të thijut apo pi lkurës qenit. Aleikum selam. Gjithashtu mos me kon pi lkurës coftinës, ngordhësirës, e cila nuk është rreq. Mos me kon pi lkurës ngordhësirës, e cila nuk është rreq. Na kemi cek më herët se lkura e coftinës nëse rreqet pastrohet. Përveç nëse është lkurë e thijut apo e qenit. Për këtë arsye mestet nëse janë prodhume pi një gjë e cila është haram, nuk lejohet më marr si meste. Kushti i katërt është që me kon të pastërta, mestet me kon të pastërta. Domthon ato që i cekon më lart që mos me kon pilkurës hin çto. Mirpo kushtin që e cekon më lart që me kon të lejume, mos me kon për shembull të vjedhne apo mos me kon pi mendofshi. Për meshkujt e këtij umeti, mendofshi është haram e vesh. Për femra është e lejume. Edhe kushti i pestë është që meshi me kon në kohën e caktuar. Domthon lejohet me dhon mes nëse është brenda kohës që është e caktuar nga ana e shariatit. E për kohën e caktuar është meselja tjetër që vjen, çështja tjetër. Edhe cekum sa është koha e caktuar dhe argumenti për të. Çto 5 sharta, 5 kushte që i kanë cekur ulemaja kanë nxjerrë për haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe kanë nxjerrë për rregullave të përgjithshme të kësaj feje. Prandaj është mirë që çdo musliman mi respektu, për arsye se nëse nuk i respekton atëherë ose abdesin nuk e ka tamam, kur nuk ka abdesin, atëherë as namazi nuk i pranohet. Çështja e tretë është mënyra se si duhet me dhon mes, çish duhet me fërku meset. Meset fërkohen
pjesa sipërme e tyne. Që shka në hadith në Mughira ibn Shu'ba radiallahu anhu, ku thët rajtu nebije sallallahu alaihi wasallam mesakha ala khufejhi ala dhahirihima. E kum po pejgamberin sallallahu alaihi wasallam to kjo dhon mes mesteve tyre pjesës sipërme tyne. Pastaj ulemaja e përshkruajnë mënyrën se si duhet me dhon mes mesave. Thonë duhet me zgjenu gishtat e dorës, edhe me fillu pi gishtave të kamës deri sot mrish të kalojsh nyjen e kamës. Do montesh aty e kjo është obligim me ju dhon mes mesave. Gjithashtu nuk është sunet me dhon pjesës poshme mes me fërku. As anash. Do mon sunet është vetëm pjesën e sipërme. Qysh ka ardhur fjala e Aliut radhiyallahu anhu ku thot law kana din birraj la kana mashu asfal al-khuffayn awla min mashi dhahirihima. Tha sikur të kishin feja me logjik, domthonjë që këtë dispozita do të mirë rrok logjika, thot kishin më u dhon mes mesteve për funi kishin më primare se më u dhon nalt pjesën e sipërme. Kjo tregon se nuk është sunet më u dhon mes pjesës poshme. Mirë po nëse dikush vepron, atëherë lejohet, mirë po është me kro, nuk është e pëlqime. Meselja e katërt ka të bëjë rreth kohës së mesteve. Mestet për ai i cili nuk është musafir, domethënë që është vendas, koha e mesteve është një ditë e një natë. Kurse ai që është musafir, edhe udhëtimi i tij që është udhëtar, edhe udhëtimi i tij nuk është i lejuar, se ka udhëtim që bëhet për me bëha harame. Atëherë edhe koha e mesteve të këtina është një ditë e natë. Pse? Sepse lehtësinat në Islam nuk lejohen për gjinahshari. Gjinahshari i cili bën gjinah të mëdha, lehtësinat për to nuk janë të lejuara. Pra sy nëse dikush merr udhëtim për me bëni haram, atëherë koha e mesteve tyne e tina është një ditë e natë. Mirë po nëse udhëton e udhëtimin e tij e ka halal, atëherë koha e mesteve është 3 ditë e 3 natë. Që shka në hadithi i Aliut radhiyallahu anhu, gjithashtu e cekum edhe hadithin më përpara të Ebu Bekrës, thët gja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil musafiri thalathata ayamin wa layalihinna wa lil muqimi yawm wa layla. Thët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka caktuar për musafirin me dhon mes kohën e ka caktuar, me dhon mes mesteve 3 ditë e 3 natë, 3 ditë edhe 3 natë, kurse për kurse për ai që është vendas që nuk është udhëtar, thët një ditë e një natë. Meselja e pestë ka të bëjë rreth gjërave që e prishin mestin. Gjëja e parë që e prish mestin është çdo sen që e bën obligim guslin, që e bën obligim pastërtinë komplet trupit. Që është gjunobllaku për shemb. Sepse mesti është i lejuar nëse dikush e kryen nevojën e madhe, të vogël apo gjumin, i lejohet me dhon mes mesteve. Mirë po nëse bëhet gjunob, do të më jek mestet edhe mu la krejt komplet. Argument për këto është hadithi pejgamberit sallallahu të cilin e transmeton Safwan ibn Asali, thot amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar ala nanzi khifafana thalathata ayam bi layalihinna illa min janaba. Thot na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që mos mi hek mestet tona kur jena në udhtim 3 ditë të 3 natë, përveç nëse jenë bom gjunub, atër obligohet me hek. Pastaj thot walakin min bol wa ghait wa nawm. Mirë po është e lejuar më thot me dhon mes kur të krysh nevojën e vogël të madhe apo nëse flan. Pastaj gjëja e dytë që e prish mestin është nëse zbulohet një pjesë e vendit apo hapësirës e cila është obligative mula në abdes të kamës. Nëse zbulohet një pjesë sa do e vogël që është, atër e prish abdesin. Përveç nëse është shkyrje që të më lart, e prish mestin. Përveç nëse është shkyrje. Nëse është shkyrje e madhe e prish, nëse është e vogël nuk e prish. Për arsye se ka ardhur shokët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur kanë qenë lufta, i kanë pas mestet e tyre të shkyme, edhe kanë vazhduar domosdoshmë ka dhënë mes. Gjëja e tretë që e prish mestin është nëse
i doth mestet. Nëse i doth mestet, prishet mesti. Gjithashtu nëse e doth veç njënën për mesteve, prishet mestet, nuk lejohet më aty në mesteve mi u dhon mes, mi fërku. Edhe e katërta që e prish mestin është kur të kalon koha e mesteve. Nëse kalon koha e mesteve, atëherë automatikisht do të më hek ato dhe me marr abdes. Mesela 6 ka të bëjë rreth kohës kur fillon, rreth çështjes kur fillon koha e mestit. Koha e mestit fillon kur i ke dhënë mes atyne. Për shembull, je çu për sabah, ke marr abdes dhe i ke vesh mestit. Mazë që ka lind dielli, e ke prish abdesin. Kur ardh koha e drekës, ke marr abdes edhe ju ke dhënë mes mesteve, i ke fërku. Atër koha e mestit fillon pej tash, kur i ke dhënë mes. Jo pej kur i ke mbath, po kur i ke dhënë mes. Domthon deri drekën e ardhshme ti ki kohë mi u dhënë mes. Pastaj kisha pasur mi cek do mesele ose çështje që kanë të bëjnë me mestin. Për shembull, pi çështje është nëse dikush e ka veç një kom. Atëherë i lejohet me madh çat kom, që komen në cila nëse lejohet me madh mestet edhe mi dhon mes çasoj, vetëm një kome. Mirë po nëse komës tjetër nuk i ka mbet pi hapësinës që është vajxhib me lan, është obligim me lan abdes në asnjë pjesë. Nëse i ka mbet atë çat pjesë e lan, kurse këtë pjesën tjetër i jep mes. Gjithashtu, nëse dikush i modh dy parë çorapa për shemb. Nëse i modh dy parë çorapa para se mi dhon mes, para se mi fërku, atëherë kur vjen koha mi dhon mes, i jep mi dhon mes, i jep cilës dënojnë. Nëse don i jep atyre që janë poshtë, nëse don i jep atyre që janë lart. Mirë po nëse i ka modh një parë, edhe e ka prish abdesin, ose ju ka dhon mes, i ka fërku, pastaj i modh një parë tjera për mbi to, atëherë kur të merr abdes edhe don mi u dhon mes për s'dytsh, do të aty nuk lejohet ty në nalë që janë mi dhon mes. Mirë po do të mi do këto dhe mi dhon aty që janë poshtë. Gjithashtu nëse i ka modh dy parë, edhe i ka dhon mes këtyre që janë nalt, kur të vjen koha mi dhon për s'dytsh mi dhon mes, mi fërku nuk lejohet mi do këto naltet edhe mi dhon aty në poshtë. Mirë po do të kyra nalt. Nëse i do këto që janë sipër, do të mi do edhe ato tjera edhe me marr abdes. Gjithashtu nëse janë dy parë çorapa, edhe njëna palë i plotson kushtet, tjetra palë e çorapave nuk i plotson kushtet, atëherë ulemaja thonë do të mi dhon kësaj që është nalt, edhe pse ajo që është nalt nuk i plotson kushtet. Edhe nuk lejohet mi dhon asoj poshtë, përveç se ajo që është poshtë është ajo që i plotson kushtet, kurse kjo që është nalt nuk është ajo që i plotson kushtet. A nëse është kjo që është nalt i plotson kushtet, atëherë kësaj do të mi dhon. Nuk lejohet mi dhon asoj që është poshtë mes. Pastaj nëse dikush është vendas, edhe ju ka dhon mes mesteve, pastaj udhton, cilën prej dy kohëve do të me marrë konsiderat. Apo është musafir, edhe ju ka dhon mes mesteve, pastaj ka ardhur vendin e vet. Apo ka dyshu se kur ka fillu koha e mestit, kur i ka dhon mes, a u kon musafir apo u kon vendas. Ulemaja thonë për këto çështje, ai e merr se është domethënë kohën e vendasit. Një ditë e një natë. Jo më shumë. Edhe nëse i ka dhon tu kon vendas, pastaj ka udhtu, apet koha e tij është sikur koha e vendas. Apo kon musafir, edhe ka ardhur vendin e vet, apo ka dyshu, atëherë koha e tij është sikur koha e vendasit, një ditë e një natë. Pastaj nëse dikush ulemaja cekun, kur të jepsh mes, thonë është sunet me dhon kamës djathtë me dorën e djathtë, kurse kamën e majt me dorën e majt. Mirë po kapi ulemave që thonë më mirë është domethënë të parën me kamës djathtë me dhon, tani kamës majt pas. Njerë kamën e djathtë, tani kamën e majt. Domethënë me dorë djathtë po. Nëse dikush dyshon se i ka mbet kohë prej mesteve, si vepron? Ulemai thonë nuk lejohet më mi dhon mes.
mestave, nëse dyshon se ai ka përfundu koha apo jo. Mirë po nëse vepron, jo jep mes, i fërkon. E tani sqarohet se i ka mbet kohë, atër vazhdon edhe ka abdesin tonë. Këto janë të mesele që është mirë mi ditë. Gjithashtu në çështja se akoma edhe më lart, nëse dikush për shembull para se me përfundu abdesin, i ka moth mestet. Tani i ka la komt, tu i pos mestet në kom, ka mundësi me ndodh kjo, ai nuk ka mes. Po do të mos pari me përfundu abdesin, tani mi moth mestet. Gjithashtu nëse është dikush gjunub, edhe e bën jetë mu pastru. I lan komt, i moth mestet, edhe pastrohet tani këtë pjesën trupit, e përfundon pastrimin, guslin, apet këti nuk i lejohet me dhon mes aty në mesteve. Sepse ato i ka moth para se me përfundu pastërtien ose pastrimin. Pastaj meselja e 7 ka të bëjë rreth dhënies mes për me imame apo xhebire. Imame arabisht i thonë që është e njohur të na turbani. Për shembull, që është turbani që e pështjell shumicën e kokës, e sill rreth kokës, edhe i lëshon pastaj dy bishta e shallit apo turbani shëtin. Apo xhebire është me dhon mes, xhebire në gjuhën arabe është çdo sen që përdoret për ndreshjen e ashtave kur të thënë. Pavarësisht është dras ajo, apo është gips, apo është diçka tjetër. Gjithashtu nëse ka varr, edhe e pështjell me naj fash apo me diçka tjetër. Krejt këtyre lejohet me ju dhon mes. Mirë po, nëse që kjo xhebirja që përdoret për ndreshjen e eshnave të thyme, kapjen e tyre, apo fashave, nëse mbulon pjesën më të madhe, se sa që ka nevojë me mbulu pjesën e ku është e thyme dora, apo ku është e vrame, apo ku ka varr, atër ulemat thonë që ajo pjesë që nuk ka nevojë do të mu hek. Do të me la pjesën që është e shëndosh, edhe me dhanë mes pjesës e cila është e lëndume, ose që është pështjell me gips apo me diçka tjetër. Mirë po, nëse që kjo që është pështjell me to e ka përcen atë masën që ka nevojë mu pështjell, atër që ajo masa që është e pa nevojshme do të mu hek. Pastaj thonë, nëse nuk ka mundësi me hek, domthonjë ky dëmtohet nëse e hek, atëherë i jep mes kësaj pjesës tjetër, edhe merr tejemum për çat pjesën që nuk ka pas mundësi me hek. Gjithashtu, nëse ky dëmtohet, nëse e mbulon vetëm pjesën e nevojshme. Mirë po nëse jep mes, i dëmtohet xhebirja apo fasha apo gipsi, atëherë thet e lën pjesën që është e shëndosh, kurse për atë pjesë që s'mundet me dhon mes, merr tejemum. Pastaj do të më di, domethënë gjërat që dallojnë meshu për mbi fash ose për mbi gips ose për mbi diçka tjetër, prej mesit për mbi meste janë 3. E para se që xhebiren do të është obligim me fërku krejt. Është obligim krejt me fërku, jo sikur mestet që do të vetëm pjesën e sipërme. E dyta, për këta nuk ka kohë caktume. Ta mënteri sa të hek njeri ose dhe sa të qerohet, i lejohet me dhon mes. E treta, për këta lejohet me dhon mes, sikur kur i e gjënub, sikur kur të prish abdesin me hadeth, me gjëra tjera, për shembull me nevojë të vogël, me nevojë të mëdha. Domethënë këto janë 3 gjërat që e dallojnë pe dhënies mes për mbi meste. Pastaj, dhënia mes për mbi imame ka ardhur në 2 llojesh pe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ose më mirë me thonë, dhënia mes kokës është 3 lloje pe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nëse s'ka pas kurrë për mbi kokë, i ka dhënë këtë kokës mes. Nëse ka pas imame, don turbani që është i njohur të na, nëse ja ka mbulu krejt flokt, i ka dhënë veç turbanit. Nëse i ka mbet pjesa e sipërme, arabisht i thonë nasje, don flokt që janë pjesën e përparme të kokës, atë i ka dhënë mes kësaj pjesës flokëve edhe pjesës tjetër turbanit.
Qysh ka në hadith Mughira ibn Shubes radiallahu anhu thot, raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi wa nasiyatihi. E kum po pejgamberin sa të i dhon mes imamës vet edhe nasjes, domthon kësaj pjesës fillon. Për këtë arsye, cilën do që të praktikon muslimani është e lejuar. Mirë po, domthon me kushtet, pri kushteve të imamës është me kanë e pastërt, me kanë mubah e lejuar, edhe me kanë për meshkuj, jo për femra. Sepse imami është veshje e meshkuj, jo femra. Gjithashtu do të mu vesh duke qenë masi që të kompletojsh krejt abdesin. Për shembull, nëse dikush merr abdes, i jep mes kokës, edhe e vesh imamin, tani i lën komt, ky do të me apet një herë me zhvesh imamin edhe me vesh përzisht, tani i lejohet me dhon mes. Për arsye se herën e parë ka vesh pa e kompletu pastërti. Pastaj ulemaja e bojnë kjas, ose bojnë analogji edhe dhënien mes për mbi shamia të grave. Do mendimi më i sakt ka xhilaf me ulemava, mirë, mendimi më i sakt është që lejohet gratë me dhon mes shamiave të vetë. Qysh ka arpi Umm Salama radiallahu anha, grus pejgamberit sa ajo i ka dhon mes shamis të vetë. Do thonë mirë po me kushtet që i cekun për imam. Do me kanë e pastërt, me kanë e lejume, edhe me kanë që mbulon pjesën e kokës, pjesën më të madhe të kokës, edhe me kanë që është e veshur me pastërti, domthonë mbas kompletimit të pastërtisë. Edhe për imame, edhe për shami nuk ka kohë caktuar sa do të më bëj. Nuk ka kohë caktuar se kur për meste, që do të 24 orë. Mirë po ulemaja thonë mas mirë është që kur t'i bën 24 orë një ditë një natë me hije kato dhe me marr abdes për fillim. Edhe pse nëse e mon më shumë, nuk ka gjatë keqe. Po për femra është. Po ato sene që e prishin mestet e prishin edhe këto, domthonë nëse ka e hjek shamin apo gjunë bloku e tjera që i cekumarët për mest. Pastaj do të me ditë se ai që i jep mes turbanit vet nuk e ka obligim i dhon këtë turbanit, mirë po vetëm pjesë e sipërme. Çish ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe këtë këto që e cekum tregon se rreth pastrimit të kokës fen islame ka shumë lehtësime. Domthonë nuk ka shumë shtrëngime, ka shumë lehtësime. Ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hadith ku thot anë nebi sallallahu alaihi wasallam labada wa ahl. Kur u shku në haxh edhe ka hyrë në ihram, para se me hyrë në ihram, çka telbit që ardh në hadith arabisht i thonë se përmbi kur kanë shkuar në haxh kohët pejgamberit sa sahabët, edhe arabët e kanë pas tradit që flokët e veta me ly ose me kon ose me mjalt ose me një farlloj tjetër ngjyrës që mos më shka përderdh flokët gjatë haxhit. Mirë po minejt paluta. E ulemaja për këti hadithin nxjerrin që lejohet me dhon mes nëse muslimani përdor diçka për këtyre sendeve për flokët. Nëse vendos diçka për këtyre gjërave, flokët e vet, atëherë lejohet me dhon mes asaj gjë. A kjo krejt tregon se rreth pastrimit të kokës, domthonë në Islam ka shumë lehtësime. Kjo është ajo që kemi përgatitur për sot. Domthonë muslimani vazhdimisht do të me pas kujdes rreth ibadeteve vet, rreth adhurimit vet. Me ditë që është halal për to që është haram, për arsye se ibadeti apo adhurimi për mu pranu te Allahu ka dy kushte. E para është sinqeriteti, me bë vetëm sinqeritet vetëm për Allahun subhanahu wa taala. E dyta është pasimi pejgamberit. Nëse puna e tij, vepra e tij, adhurimi i tij është pajtim me veprën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atë ka u pranuar te Allah. Nëse ka ardhur me diçka që nuk është pajtim, atëra ajo automatikisht i refuzohet. Çu ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Men ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa rad." Kush shpikthën në fen ton diçka që s'kena ardhur me to, atëherë kjo kam i refuzuar automatikisht dhe s'kam i pranuar te Allah. Për këtë arsye muslimani vazhdimisht do të mi pas parasysh këto dy gjëra, këto dy kushte.
E para me bë sinqerisht për Allahun subhanahu wa taala. E dyta, vepra ti me kon pajtueshmëri me veprën edhe përputhshmëri me veprën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.